ma në men të gjithë, po në veçanti këta çunat, ta djemë të eri le ta mojnë men. Se puna ma e mirë, puna që mas shumë ti ta lehtësën ty me të pranu doja, edhe mas miri me të pranu doja është bamirësia ndaj prindve. Nuk ka punë që e gëzan Allahun ma shpejt edhe ma mirë se sa me qenë bamirës, se sa me konë bamirës ndaj prindve. Nuk ka punë absolutisht. Se thë dikush s'po disha me popër diçka me gëzu Allahun, me knaqë Allahun. Absolutisht, mos lëp. Jo punë të dytë, po të paren bamirësia ndaj prindve. E i lumi që i ka prind, se ka derën, një derë prej dyrët xhenetit, që i këna përmen fillim të Ramazanit prej 8 dyrëve, një derë prej dyrët xhenetit e ka të hapur. Unë e shoh këtu njerëz shembull që ju kanë vdek prind. Edhe këta edhe me dash me hapë mshelë, se në shku më prind, o kry ma beti. Tash në vetit të thëmë se tash na s'kemi qysh bojnë a mirë ndaj prindve, jo po edhe këta do të me pas parasysh, se këta të vetit, sa arë folit për bamirësin ndaj prindve, këta knaqen, se tash tritë s'pëngojnë prindit, e thoi na sa mirë foli për neve hoxha. Jo s'po folin për juve, po folin për gjithë, edhe për juve që ju kanë vdek prindit. Thot dikush, e pse tash neve që na kanë vdek prindrit, ç'a me bona? Edhe ju bëni mirë ndaj prindve. Ç'me bë mirë ndaj prindve? Po bëmërë do për prindit e tu, kjo është aje bamirësis. Jep sa da ka më sheft. Edhe thuj, jo, zët, nuk ki nevoj me goj me i thonë se a i ta din jetin, po ti me zemër, thuj, jo, zët, për shpirtin e asaj none që më ka lindë më ka rritë Allah e më shiroft. Për shpirtin e ati babe që më ka lindë më ka rritë Allah e më shiroft. Jep më sheft as për ta. Se kjo i shkën dhurat, e ke po njëri kër e pret për i dikujna, për shumë të i gjematit njëri mëndet me prit një dhurat. Ose gjemati prej hoxhës e pret një dhurat. Hoxhëllarët si apin për shembull për marrë. A ma e presim na një dhurat për dikuj që se njohëm as të dim as në lidhë kur gjëhish me ta. Jo. Po me bo me të ardhë, që ditë eshtu, që ditë, s'po më lidhet kërka heq, as po më lidhet në familje, as në fare e fes, as në kojshillak, as në gjemat, as në puna, s'kërku s'po më lidhet. Diçka të vjen ekstra. Qishtu prindve tonë të vdekur, ju shkojnë shpërblimet, ju shkojnë këto hedijet, dhuratat që na i bojna për ta. Apo jemi bamirës ndaj prindve të vdekur? Jo. Dikush kishe po bën mirë ndaj prindve, që ja kom nërejsh valla gurt, hoq me i pa lakmi, pasha zoti s'ka lakmi në gurt e vora, kurç? As ti një man heq. Valla ja kom thur me pa mare hoq që ja kom bo, ja kom gjitë dhe farë heka, gilindera, që për i thoi, ta në edhe 2 drita, atje 2 drita ka. Se t'ja po dhe me ndryqua atje vorën me dritat e kekuta? Jo, mërë vla pas ndryqua ta shto heq. Nësa e se ka ndryqua vetë, te ki problemi ja ndryqua. Andaj që me bo, që të investimet, që ma shumë i quj formalitetet, pak për emen bo në këto. Se mos po bo për emen, ty ben një këshin bo, a ke po, e ngriti për mendoren, ose ku ti që për shkujnë atë filani, djali, me vëzë. Po pastaj edhe nipat, pastaj edhe mesat. Jo këshure që të këtë fare fisin i listat të tashtë. Po ja mërë vla, hargjati ku nuk ja vlen. A bën do që i guri për babën tënë? A bën a i hekri për babën tënë? A bën a i fotografia që e këndi do për babën tënë? Jo, fukareja, po që zbën vëllaj, mi a quë gjona ushqimore 50 ora, 100, o zëtë, një muj dit, vëllaj, të në Ramazanis të shkosh për i dove, heq. Andaj edhe këtyne që i kanë vdek, prindit mos mendojnë që i kanë shput lidhjet me ta. Jo, edhe këta do të me bo da, me dhonë ka pak sa të kanë. Sa të ka, 1 euro, 50 cent, 2 euro, sa të ki është mundësi. Tjetër, pe i bamirësit ndaj prindve të vdekur është me i majt lidhjet fare fisnore që i ka majt prindi. Me i majt lidhjet shoshnore me shokët e prindit. Me i majt lidhjet shoshnore me shokët e prindit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është model i përkryer, i përsosur. Kur i vdiq gruaja Khadijja, para mendot është gruaja. Sa herë therke nai diçka nai kafsh të vogël, ose ja çeshin njerëzit se nuk kisha i të vetat, e i thej ke aty në djemve të vogël që i kish aty rrethtina, ose i thej ke shokëve që një filanës thej ke një copë mish, se ka qenë Khadijja shoqe me ta. Edhe do me thonë, u kujdeske edhe për shoqet e gruës. Jo me nejte, me hangër me pi, mas me te kalu ku fit, se dikush të po mëre qyshë. Jo, ashtu, ja, ti s'ki nevoj kontakte kështu. Po do me thonë, me naj ndime, me naj hedije, me naj diçka.
Pra, i moj ke lidhet edhe me shoqet e gruas, e le me shoqet e nanës ose me shokët e babës, me i vizitue. Se e ke pa ata shokët e babës, qysh do që t'jenë, çfarë do gjendje, gjithmonë ta kujtojnë babën tënë, se gjithmonë e ki parasysh që ka nejt me ta, ka hangër, ka pi, ka bo vizita. Andaj pra, bamirësia ndaj prindve është nga shkaqet, nga arsyet kryesore për pranimin e dove lutjeve tona.